zgjat Big Brother. Para se të kalojmë tek mendimi i opinionistëve, unë kam për të lexuar diçka. Për rregullimin e banorëve në këtë edicion është përkujdesur Njomza Beauty Center. Kjo qendër bukurie ofron një gamë të gjerë shërbimesh profesionale. Një falënderim i veçantë nga Njomza shkon për të gjitha klientët për besimin e treguar gjatë këtyre 25 viteve. Ndërkohë, Olta dhe Leonora, tashmë kasti është i përfunduar. I pam të gjitha klipet, patëm mundësinë edhe të komunikojmë edhe të bëjmë pyetje banorëve. Një mendim të përgjithshëm për të gjithë ngjyrat që pam të kastit tashmë Fillimisht dua të them bravo ju qoftë. Në opinionin tim kasti është i mrekullueshëm. Mendoj që ky do jetë një edicion bomb. Ka karaktere të jashtëzakonshme aty brenda dhe njëkohësisht shumë ndryshme. Pres shumë nga ky kast. Leonora? Ajo që po më lërë më shumë të përshtypje është sa shumë kanë vetë besim gjeneratat e reja, po më pëlqen shumë. E përvren dallimin mes gjeneratave aty? Absolutisht po. Edhe kjo e bën më të bukur këtë Big Brother. Janë karaktere të ndryshme, laramani, po në fundit duhet i pranojmë, pavarësisht pëlqimeve ose mos pëlqimeve, kjo shoqëria jonë, këta e në pjesë e shoqërisë sonë, dhe duhet i përpiqemi ti mbështesim. Para se të lidhemi me shtëpinë, kam edhe një përfolje nga Neptun Kosova dhe Bosch, të cilët lehtësojnë përditshmërinë tuaj përmes një linje të gjerë pajisjes elektroshtëpiake nga ato të kuzhinës e deri tek lavanderia. Mirë. Dua t'ju them se këta janë 19 banorët që janë futur në shtëpi. Po si që kemi paralajmëruar edhe gjatë gjithë natës, gjatë spektaklit, nuk mbyllet me kaq. Loja fillon tani. Ata do të kenë një sfidë tani. Do të gjenden përballë një sfide të cilin ne e kemi quajtur zinxhiri i zakonshëm i shpëtimit. Do të vendoset për fatin e tyre, se çfarë do të ndodhë dhe si do të shkoj rjedha, do të shohim pas pak kur vllai i madh do ju komunikoj lajmin. Lidhemi me banorët. Banor? Po dëgjojmë? Po. Jemi të gjithë aty. O, shumë rallë. Po? Faleminderit shumë e mirë fordis. Okej. Faleminderit. Lindën, ku e kemi? Tani kam shumë respekt për Linda Rej. A është aty? Qa gjentilmeni? Sepse regjia më tregoj që Linda Rej nuk është ndjerë mirë dhe është në dhomë të rëfimeve, por po del avash për të bashkuar me juve, sepse kemi diçka të rëndësishme për t'ju thënë. Po presim vetë edhe pak Lindën nëse ka dalë. A është Linda aty se nuk po shoh? Po. Dini e kush kjo opinionist se nuk e di? Do t'i dëgjosh? Ti dëgjoj zërat opinionistëve. Po, vjen. Po mirë. Derisa të vjen Linda, pse mos t'i dëgjoj zërat? E ju i sa. Edhe të shohim se pa apo i di. O dini? Mirë mbrëma! Olta! Mirë mbrëma, jeni shumë të bukur sot dhe jam shumë e lumtur që shoh këtë kast. Pak më parë thash që mendoj që ky është një kast bomb dhe pres shumë, po shumë nga ju banorë. Na duroni spektakël. Emocionenza, duhet me nda. Jo, sa tjetra, buzën ti me ke me marë, për të vije bonës. Leonora Jakupi është opinionistja. Sa, nëse nuk e ke ditë. Jo, se kërkone vogët një herë më ka remotra për Leonorën, kështu që... Po e shojmë edhe Lindën. Linda, mirë se u riktheve, ndihesh më mirë tani. Faleminderit. Po. Je më mirë. Po, faleminderit.
Në rregull. Uroj që asgjë serioze, a?